Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Në këtë epizod nga jeta jonë, zbulojmë bashkë një Tiranë plot evente. Si të kaloni ditën perfekte me familjen tuaj. Pak nga jeta në fshat. Të rejat dhe të preferuaret e mia. Shikim të këndshëm. Hello miq. Hello nga Tirana. Jam këtu me Hekrin dhe Batu. Dhe po dalim sot finally, sepse kam qenë gjithë kohës vetëm punë shtëpi, çerdhe dhe Hekri punë. Dhe vendosëm të shkojmë tek Beauty Fair që u hap sot, sepse na kanë ftuar nga Blue Taxi për një event aty. Dhe tham të shkojmë të shohim se çfarë po bëhet. Nuk arritëm dot ta linim diku Batun, kështu që e morëm me vete. Dhe të shohim se si është bërë si vjet. Kam qenë më duket para na 3 vitesh, është një vlog. Pastaj ndoshta takojmë dhe shokun ton Lumin. Por duke parë, duke bërë. Jo, ja, unë gjita me Hekrin, ja futa me një grusht, po. Ja ku është Mr. Bubo, këtu te panajeri. Okej, si që pat, gjetëm edhe stendën e Mr. Bubos. Pjatat që përdorim për batolinën, gotat, pjatat, lugët, pirunët, të gjitha në silikon. Dhe ishin bashkë me stendën e Kapsula.al, ku bënin edhe matjen e vitaminave falas, besoj gjatë ditëve të panajirit. Ishte interesant për gjithë ato personat e fushës beauty. Këtë herë më duk sikur kishte më pak brende make-upi, kishte më shumë për kujdesin e estetik. Kryesisht isha fokusuar tek estetika, farmacia e kështu me radhë. Tirana sot që ka full me aktivitete, sepse vëm thotë e Hekri që është hapur dhe zyrtarisht fushata elektorale dhe me aktivitete, festivale, panajire, fushat. Më thënë, s'kisha parë në njëherë Tiranën kështu, përveç se kuando isha gati me fol italisht, të dëgjova italisht pak, përveç se kur ka qenë ndonjë festë kështu siç ishte dita e verës apo nuk e di, festë dhëntor, kështu me radhë. The greatest of all time, I mean it. Overcame all my hard times and demons. Trust me, it wasn't easy. As është creepy ajo ndërtesa atje? Po kështu thon, po e keni parë ato memet? Kam bërë një meme që kjo fytyra e kësaj ndërtesës nuk është Skënderbeu, por është zoti kryeministër. Gjithashtu, keni edhe një event tjetër tek Vila e Enverit në blok. Mund keni parë dhe memet e rriteve satanike që tregonin, por që ishte thjesht një performancë, ka disa performanca të disa artistëve të ndryshëm në
hapësirat e ndryshme të vilës. Unë kam parë programin, sepse doja të shkoja tek i njëjti muze, por që lëviz në Durrës, tek një anije, që organizon, nëse nuk e gaboj, Ministria e Kulturës franceze në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, nëse nuk gaboj gjithmonë. E kam ndjekur sepse këtë periudhë po fillojnë të bëhen shumë aktivitete në Tiranë dhe të drejtën shqyr. Shpresojmë edhe Bata tani që po rritet mund vive ne shohem ndonjë gjë pak ndryshe. Guarda, guarda Romino da Groi. Ja ku me lësu rogën. Po ja ku mësur bashkë. Tani t'ja gjim dhe një nuse. Ja, ta është vetë e merë vendimin, unë ja ku mësur rame. Po, bëj një panusë. Jo. Mbaruam punë këtu të botanikali. Kisha shumë kohë pa ullur, të them drejtën, e kishim prishur dorën në ushqimet. Më pëlqeu fare ajo që hëngra. Dhe po vendosim të ecim pak, ndërkohë që dhe Batën ta zëgjumi dhe të kemi mundësi të ulemi diku tjetër qetësi, me që dolëm këtë herë, ta shihim deri në fund. The next day. Hello. Dhe një fundjavë të këndshme. Unë kam mbaruar punën dhe mora Hekrin dhe Baton dhe po shkojmë të marrim edhe 2 kushurërat e mia të vogla që i kam si mbesa dhe do bëjmë një ditë tek liçeni me Baton dhe me Toj, sepse të shfrytëzojmë ditën e shumë të bukur që ka sot në Tiranë. Gjithashtu nuk mund të rrim në shtëpi sepse na ka ikur uji. Morëm vesh që kishte ndodhur një problem, siç ai kishte ndodhur me ujërat e bardha, me ujërat e zeza dhe nuk po Bato erdha. Dhe siç po thoja, ka ndonjë problem, janë bashkuar ujërat dhe nuk mund të përdoren, kështu që i kanë mbyllur fare dhe s'mund të bëjmë Bato, s'mund të bëjmë asgjë në shtëpi, asgjë, as pastrojmë, as gatojmë, asgjë, me pak fjalë. Dhe për këtë tham, hajde shfrytëzojmë ditën e bukur jashta dhe unë sot mbarova pak punë më herët, kështu që ishte gjëja perfekte. Ndalesa e parë është për një frozen yogurt për të gjithë. Ndërkohë që për Batën do marrim një kaush bosh. Dhe pastaj do t'i drejtohemi fushave të tenisit dhe aty do gjejmë një ambient ku të bëjmë një piknik të vogël dhe të fillojmë të luajmë. Bravo! Ja ku erdhi dhe Hekri. Jetë që kemi marrë karamel, lule shtrydhe me çokoladë dhe vishnje. Hajde që. Prita uli. Koha jonë këtu tek liçeni mbaroi për sot dhe ja kaluam shumë bukur. Ishte fantastike, shumë ngrohtë, edhe Bato kënaq shumë. Leti gjithkohës mbar. Dhe Hekri fjeti na 5 minuta, unë luajta me gocat me top, e kështu me radhë. Tani po i drejtohemi kopshtit zoologjik. Ta bëhem te kopshti zoologjik, për Baton është falas, për ne 18 mbi 18 vjeç është 3 euro, po e them gjithmonë në euro, ndërsa për fëmijët nga 3 deri në 18 është 1,50 euro.
E këtu po presim që të shohim lemurët që janë në fund atje. Ade! Ja ku janë dhe bishat e lemurëve që po presin të sulmojnë ndoshta mjellmat. Ade! Këto lemurët kanë ardhur nga Madagaskari dhe po lexojmë disa info lidhur me lemurët. Edhe ku ndodhet Madagaskari, është një vend që s'kam qenë, por që dua ta vizitoj një herë. Jesus died on the cross, of course. You be my dessert, I be your main course. We split the bill and go home together, and you can show me your forbidden treasure. Ja dhe lepujt, stil gjumi sirio. Ky muhabet që edhe ti ka mundësi të i fundit për mua. Ne vdiqim pa ngrënë, pa drejtësore, pa. Një erdhëm tek preferuenca e Batos, tek luanët dhe tigrat. Këtu kam mësuar para shumë muajsh të bën tek kështu, wow, siç bën luani. The next day. Ha Mario, ha? Që se munguar fshati? Hello, nga fshati ku jeton mami. Kemi ardhur këtu sot, sepse kemi ardhur të ndihmojmë pak Markon me disa punime që po bëhen në obor. Dhe do vi gjithashtu dhe vllai im me partneren e vet, do mblidhemi disa veta këtu. Dhe sigurisht do t'ju marr edhe ju me vete. Dhe pjesa tjetër e grupit, ja. Dhe Rio sigurisht shkoj t'i përshëndesi i pari. O, Bato po ham patate me mamin tim, doja t'ju tregoja disa lule shumë të bukura që kanë qelur. Marco, sto facendo vedere i fiori. Scusami, ma! Sa bukur, shive sa bukur. Che arriva che è già sudato. Con la sciarpa. Ecco, è arrivato, erdhi dhe Nea. Është duke qelur, shikoni. Tu kemi pjesën ku kanë mbjedhur bimët medicinale, rozmarin, erzat, këto gjëra dhe dy pisha që kemi këtu. Tu shoh që pas kanë vendosur edhe këtë lulen e re në hyrje, që duket shumë cute. Pjesën tjetër të Baçës nuk po ja të rregoj sepse është në work in progress dhe janë duke hap vrima, gropa edhe kështu me radhë. Por do t'ju tregoj pak ardhjet e reja për sa i përket pulave dhe gjelave. Dhe gjithashtu kanë mbjell lule shtrydhe sepse unë i doja për Batolinon. Dhe gjithashtu pemët kanë filluar të çelin dhe unë me zor po pres të haj fiq sepse vjet nuk kam ngrënë asnjë dhe jam mërzitur shumë. Se unë vdes për fiq, por isha në Prishtinë dhe nuk kishin si të misillin. Dhe këto janë ardhjet e reja për sa i përket pulave. I thash po ti pas kanë sjell gjitha të zezë. Aty janë thëllëndzat dikund. Ja, aty janë thëllëndzat, siç e shihni. Dhe poshtë është koteci. Dhe ja disa nga pemët që po lulozojnë. U kanë mbjell lule shtrydhet dhe shikoni kanë filluar të bëjnë disa kokra. Ja dhe Rio me Olën dhe Baton dhe Dylin.
Ja gjëra që na ka përgatit mami, se të tjerët kanë ngrënë. Unë vura baton për të fjetur gjumë, ndërkohë që grupi tjetër hëngri dhe prita Hekrin, se Hekri kishte shkuar me mision të guroja për të marrë gurë. Dhe ja, po ham bukë bashkë ndërkohë që bashkë flenë. Por po janë nisë nga djathi. Ja, po shohim këtu. Tek garderoba e mamit, se qa ishin të pa, këtë peliqe më duket. Shpes sa e bukur. Jo, qa po shikonit? Cilët këpuc? Po më tregon të mami, këpucet e reja, ku janë me mamë? Se s'po i shoh, ja, këto këpucet e reja që ka marrë, tip stil Chanel, ja. T'ja marrë unë do një gjiro, me pak fjarë. Se erdhëm këtu dhe sigurisht do m'jepte diçka mami, si gjithmonë. Dhe më ka dhënë të fustanin. Sa i bukur. Jeans. Tani nuk e di a jam dobësuar mjaftueshëm për ta vesh, por do ta provojmë. Ka edhe një rip. Jo, kjo është ky ripi dhe kjo është e Penny Black. Ja. Pak si longet kështu. Por kam qenë pak pa gjumë, kështu që përtoj t'i provoj sot. Ndërkohë erdhi dhe Bato, që është pak i grindur sot. Dhe na ka lënë pak pa gjumë, por nuk ka problem. By the way, harrova t'ju them që mbasi shkuam atje, nuk e di që nisi këtu. Mbasi shkuam te Botanicali, shkuam te Soma Vinyl Station, që është dhe si motra e Somas Book Station, besoj se ka disa Soma në Prishtinë. Sigurisht Soma këtu në Tiranë nuk është si për Soma në Prishtinë, nuk ka as vibe-in, por nuk ka as famën e Somës në Prishtinë, se për shumë arsye, por mund të them që koktelet ishin super shumë të mirë. Unë kam kohë që nuk është se po pi shumë alkohol pothuajse fare, por që ato koktelet ishte një ishte një vodka sour dhe ishte shumë i shishëm. Gjithashtu provuam dhe sushit, po sushit, okej, fajn. Nuk është se më lanë ndonjë impresion wow, por të këndshme. Ta heq këtë muzikën mirë. Kalojmë nga vodka sour në muhabet e lyerjesh flokësh. Mami do lyej flokët dhe po më tregoni me çfarë ka dëshirë të lyej në shtëpi. Ja. Me këtë. Ndërkohë po je Batos pak pilaf me kos dhe isha shumë e sigurt që do hante tani, se u qetësu pak, po Ola do të ndihmoj ta lidh flokët me këtë. Po, Ola. Urime! Suksese! Ola në aksion me mjekët e punës. Shikoni. O mam, se mos ma jep ato tazhin më hëngër mëngjes. Ja. Ola, atje që mos bëhet piskjo. Ola të futëm punë sot. Marrë këto një. Për ato që lyejnë flokët, kjo është boja që po përdor mami. Është pa amonjak dhe mban goxha, thot mami. E ka bler tek Rosmani, nëse jeni të interesuar. Ja, dhe tani vazhdoj procesi. Të tregoja një nga elementet që më pëlqen më shumë dhe ndodhet këtu në banjo, nga kjo shtëpia. Se ju e dini pasionin tim për gjëra pak vintage, por kjo është shumë cute. Nuk kuptohet shumë, por është kjo pasqyra, ja shikojeni. Duket shumë cute këtu, në hyrje të banjos. Ja. Dhe nga ana tjetër, përballë janë këto si tip koleksioni të parfumeve, se tash profumeve. Që kur të mbaroja dhe mami si Batmani, por kur të mbaroj dhe pjesa jashtme e shtëpisë, ju premtoj që do ju bëj një tur të gjithë shtëpisë këtu, siç ju kam thënë dhe vjet, e di.
Tani dalim dhe kthehemi pak tek punëtorët e krahut që janë jashtë. Shtëpi i punës. Ja dhe Hekri aty në mes. Hekri në grop, po që pa që. Ja dhe vlla ime Nea. Ja dhe Marco dikund aty. Marco, vuoi salutare? Ciao, Ciao. facendo tanto pune. Po më ndihmon me batolinën. Ja bukur është Rio, po e shijon ditën jashta. Është bërë zhul. Po. Duhet ta laj unë. By the way, të vazhdojmë punimet ndërkohë. Qumshtin e Batos e marrim nga kjo këtu, kjo shtëpia këtu, kjo këtu se s'po e ndrejtoja mirë, është një lopë që ushqehet vetëm me bar, që ushqehet këtu e lirë, madje është atje duke kullotur, por është me pronarët dhe nuk e nxjerr dot. Dhe nga këtu vjen dhe qumshti i Batos. Gjithashtu isha duke folur me Hekrin që të fillim të mbjellim disa gjëra këtu, sepse ju kam thënë që jam shumë në kërkim të gjërave sa më të shëndetshme, sidomos për Baton dhe sa më të kontrolluara, sepse po dëgjojmë vazhdimisht lloj informacionesh dhe lloj hordolloqesh për sa i përket prodhimeve të vendit. Tani doli një lajm tjetër që në qumështin e prodhuar nga këto kompanitë e mëdha vendosin vaj palme. Kështu me radhë, kështu që nëse është mundësia, pse jo, i pyeta Markon, thash nëse mund ta bëjmë, por akoma nuk është se më ka thënë në çfarë zone mund ta bëjmë. Por gjithashtu po flisja me Hekrin që mund të sillim disa si tip kontinjerësh, është shumë të mëdhej, se kontinjer duket sikur fjalë shumë e madhe, po janë disa si tip vazosh druri shumë të mëdha që mund të mbjellim gjëra. Por work in progress, dhe ta shohim se si do shkojë. Përsa këto janë vezët që bën sot pulat. Ja. Këto janë vezët e thëllëndzës. Këto thëllëndzës nuk ja kam provuar akoma Batos, kurse ato të pulës që janë të freskë ja japin Batos, vetë ham ato të blerat, sepse sigurisht pulat prodhojnë 2 vezë në ditë dhe nuk është se mund të mbulojnë për momentin për të gjithë ne, por që për Baton e kemi të garantuar. Hola njaris. Do na përshëndesësh si duhet. Se njerëzit duan të dinë, të njohin dhe vllajën tim. Mirupafshim. Lëm Baton Olës që të rri pak, se nga që është pak pa qef sot dhe mi ka putur duart, por që këtu është bërë këndimi preferuar me këto lulet. Edhe si për shumë bukur është taraca, por një ditë tjetër kur të jem përfunduar dhe punimet, se më tha Marko, sa ja të përfundojmë dhe pjesën e jashtme dhe mund të bësh një home tour si që duhet, një kështu country edition, fshat edition. Ja dhe grupi është mbledhur këtu. Pak break. Edhe ky balkoni është një nga këndet e mia të preferuar, sidomos ai cepi aty me 2 harqet, ku duken 2 aspektet e fshatit. Por që besoj që tani që të përmirësohet koha dhe do rregullohet dhe gjithë pjesa oborrit të Baçës, do kalojmë më shumë kohë këtu. Dhe ndoshta do ndajmë edhe shumë receta country edition. Ndoshta do mbjellim edhe bashkë. Do shoh. E thënë kjo, me Baton në sfond që do të shkojnë krahët Hekrit, unë do ta mbyll këtë vlog me këto ditë që kemi kaluar bashkë. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të na bëni subscribe dhe të komentoni dhe të bëni like. Dhe ju përshëndes.